Mirëmbrëma të nderuar shikues. BDI nuk e ka ndërmend të dorëzohet nga përpjekjet për të rikthyer në pushtet, derisa koalicioni vlen po vazhdon bashkëqeverisjen me VMRO DPMN. BDI LSDM nuk arritën ta përmbyllin procesin e integrimit evropian, tani kjo barë bie mbi supet e pushtetit aktual vlen VMRO. Sonte për diskutuar për procesin e integrimit evropian, për statusin e shqiptarëve sot në Maqedoninë e Veriut, për gjykatën kushtetuese, për ligjet e fundit që sipas opozitës janë të dëmshme për shqiptarët, për këto dhe tema të tjera ne do të bashkëbisedojmë me ish ministrin e punëve të jashtme dhe nënkryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim, zotin Bujar Osmani. Mirëmbrëma zoti Osmani, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Atëherë, dëgjuat në hyrje, po diskutojmë për temat që janë edhe aktuale edhe problematike në të njëjtën kohë, po para se të flasim për temat sot, ne po i rikthehemi, po e fillojmë këtë bashkëbisedim me një rikthim në retrospektiv, sepse ju para se të ishit ministër i jashtëm, keni qenë edhe zëvendës kryeministër për çështje evropiane dhe keni udhëhequr me sekretariatin pasaj më vonë për çështje evropiane. Ajo për çka ju njiheni edhe mbajeni mend për këtë periudhë është plani 369. Një plan i hartuar për të përshpejtuar dhe për të arritur më shpejt drejt integrimit në BE. Pse zoti Osmani dështoi ky plan? Sepse nga ajo që kemi parë, nga ky plan vetëm 3 është plotësuar, 6-9 ka dështuar. Jo, fillimisht të bëj një distinkcion kur e nisët paralajmërimin, thot BDI nuk ndal përpjekjet për të kthyer në pushtet. Unë këtu do kisha bë një prerje, për shkak se përpjekjet për pushtet janë të natyrshme çdo partie politike. Opozitare, po nga ky kënd. Mirë po, unë kujtoj se jemi në një stad të zhvillimit politik ku përpjekja jo nuk ka të bëj me kthimin në pushtet, po ka të bëj me krijimin e një mobilizimit, një frontit rezistencës për të ndal agresionin politik që është përgatitur ndër vite dhe ka filluar të implementohet këto 2 vitet e fundit. Dhe prandaj qasjet e mia dhe personale, për edhe të partisë, për edhe sot, ajo që do e them më tepër është në funksion të një qytetarit të brengosur të vendit i cili i fton të gjithë, hajde të bëhemi bashkë ta ndalim këtë agresion, se sa një thirrje për besim dhe kthim në pushtet që besoj natyrisht në fazat e proceseve zgjedhore do bëhet. Domethënë e para, përpjekja që po bëjmë për shkak se situata është e jashtëzakonshme, është mobilizimi i të gjithëve. Dhe ftesa ime këtu është edhe te njerëzit apartijak, edhe te mediat, edhe te bizneset, edhe te OJC-t, të bëhemi bashkë, ta ndalim këtë keqe, pastaj do folim për parti politike dhe kush pra, me fjalë të tjera, ju po thoni që fillimisht rezistenca, pastaj pushteti vije vetë. Unë mendoj që është koha e rezistencës. Merreni çështjen e studentëve për shembull. Studentët e filluan rezistencën 5 vet, 6 vet, u shndruan në një lëvizje e cila po vazhdon. Unë mendoj që kjo na duhet tash. Dhe këtë kur e bisedoj me të gjithëm nuk kërkojmë mbështetje për BDI. Do vjen koha kur do dalim zgjedhje, do krahasojmë ofertat, do krahasojmë kandidatët. Tash është një moment historik kur po sfidohemi si popull. Jemi në një sulm të rënd për ne si komb, po pse jo edhe si shtet, dhe duhet bëhemi bashkë, nëse duhet 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, pastaj përsëri ndahemi në tabore partijake. Po mesazhin duhet t'u dërgojmë atyre që e kanë përgatitur këtë plan. Edhe është e pyetja tjetër, pse ka dështuar? Nuk mendoj se ka dështuar plani 369. Për shkak se plani 369 na solli deri te fillimi i bisedimeve me Bashkimin Evropian. Jo, në fakt, pastaj dështimi i planit 369 sjellë edhe strategjinë 2018-2020. Saktë, domethënë plani 369 ishin periudhat mujore për realizimin e reformave, pastaj vazhduam tutje dhe ne përfunduam nga shteti i kapur në vend i cili mbajti konferencën e parë ndërqeveritare. Domethënë askush nuk mund ta konteston progresin euroatlantik në ato vite, për shkak se ne u bëm antar të NATO-s, ne mbajtëm konferencën e parë ndërqeveritare, Maqedonia e Veriut u bë epicentër e diplomacisë jo vetëm rajonale, ne filluam dialogun strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shumë projekte tjera të cilët Maqedoninë e Veriut e shndrua në shembull për ta ndjekur sa i takon politikës së jashtme. Ajo që po ndodh tash është në fakt dështim.
Ajo që ndëgjova dje par dje prej raportuesit, i cili është një prej mbështetësve më të mëdhenj të Maqedonisë së Veriut, Thomas Vajt, se Maqedonia ka bërë zero reforma, ishte vërtet shqetësuese. Jo, në fakt, deklarata e Thomas Vajt ishte nga 10 pikë, Maqedonia ka plotësuar vetëm 2 pikë, pra 8 pikë i kanë ngelur. Ajo i bie 8-2, si thonë, dështim 8-2, dhe kjo është trishtuese, dhe ne atë vërejmë në jetën e përditshme. Ju shifeni çfarë ndodh nëpër institucione, shifeni ekonomia si ka kollabuar. Për herë të parë për nga viti 2010, për herë të parë kemi ikje të investitorëve të jashtëm. Kompania amerikane veçmë e larguar, tjetra është në përgatitje për tikur. E dini çfarë mesazhi është kjo për çdo biznes i cili don të vjen në Maqedoni të hap vende pune? E sheh që amerikanët, ata më njëherë mendojnë, amerikanët i kanë informacionet më të mira. Kur ata ikin, ata e dinë që ky shtet po shkon drejt kolapsit. Pastaj marrëdhëniet ndërretnike, izolimi ndërkombëtar, gjithë këto e bëjnë shtetin në një ajo që quhet në vokabularin ndërkombëtar failed state, një shtet i dështuar. Sot doli raporti për lirinë e mediave, Maqedonia vazhdon me rënje, thash ekonomia në dështim, marrëdhënie ndërretnike të nivelit më të ullët, ndoshta në 25 vitet e fundit. Zoti Osmani, qytetarët kur ju dëgjojnë, teksa e përshkruani këtë situatë katastrofale aktuale, a i bie që në agjendja e keni dorëzuar ju dhe LSDM-ja shtetin sa që dy partitë e tjera politike të jenë në gjendje për 2 vite ta degradojnë deri në këtë stat që ju po e përshkruani? Shifni, shumë kollaj mund bëhet krahasimi. Shumë kollaj si ka qenë dhe si është tash. Merreni agjendën, unë fola pak parës për politikën e jashtme. Nga epicender e diplomacisë rajonale më gjërë, jemi shndruar në një oazë izoluar në cilën nuk shkel kush më, pa perspektivë. Nga një vend i cili i bëri raportet e mira me gjithë fqinjët e vetë, është vend i cili çdo ditë hap konflikte me fqinjët. Nga vend në cilin raportet ndërretnike arritën një stad të cilin e mirënin si shembull vendet tjera të mirëbesimit, u shndrua përsëri ajo që them unë në një periudhë që vjen fryma jugoslave e funksionimit këtu. Për shkak se këto 2 vite janë realizim i një plani. Ky plan është përgatitur gjatë kohë. Domethënë gjatë kohë ka filluar ku e kam unë shqetësimin, se elita politike maqedone nuk e ka pranuar barazin asnjëherë si koncept. Ne ndoshta edhe jemi mashtruar në kohë se ndoshta gjeneratat e reja e kanë kuptuar se ky vend nuk mund funksionon i pronarëve dhe i qiraxhinëve, veçanërisht në raportet Maqedonës shqiptare. Prandaj në 2001 ne kemi nënshkruajtur një marrëveshje historike. Nuk pranojmë më statusin e qiraxhisë. Edhe i kemi bë kornizën mbi të cilën do e ndërtojmë shtëpinë e përbashkët, shtetin e përbashkët. Si duket ata asnjëherë nuk e kanë pranuar, e kanë qenë të detyruar ta pranojnë dhe kanë prit momentin se kur do i rënojnë ato temele. Dhe tash në këtë kontekst unë gjithmonë përmendi 3 arsye pse ata vlerësojnë që tash është momenti për t'i rënuar temelet. Një, se janë konsoliduar politikisht forcat politike maqedone, në 2 se ajo që them unë, porta e shqiptarëve është pa portier, s'ka kush e mbron më interesin shqiptar atje, dhe në 3 zhvillimet botërore. Defokusimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Iranin, Evropa me problemet e veta me Rusin, edhe ata mendojnë që tash është një vakum që ne sulmojmë tash, t'i rënojmë temelet e barazisë, pastaj se ata e dinë që kjo është situatë nuk është e qëndrueshme. Shqiptarët do rikthehen përsëri në port, do kenë portier të vetin. Mirë po, pasi t'jenë ndryshuar rregullat e lojës, ne gjithë kapitalin politik do e harxojmë për t'i kthyr punë të cilat veçmë i kemi negociuar për të arritur sërish pikën zero. Ju në shtator të vitit që lan pas keni deklaruar që ka 2 opsione. O je me BE-n, o je me botën sërbe. Sot cilin opsione ka vendi? Unë mendoj që BE-ja veçmë është shumë e largët dhe këtë e konfirmon kryeministri i vendit, i cili thotë se ne do presim edhe dekadat të tëra, duke u bë me dije njerëzve saj nuk ka ambicie për ta çuar këtë vend përpara. Ajo çfarë është më provokuese është një nënçmimi që ja bën partnerëve të vet të koalicionit, të cilët ju kujtohet dolën me premtimin 6 muaj
dhe kur del kryeministri dhe ju thot çfarë 6 muaj, ne dekada do presim, dhe ata heshtin nuk folin, për çmim më të madh nuk mund të ketë. Po porosia veçanërisht për ne, se ne jemi ata që jemi dy fish të dëmtuar si popull. Unë nuk them që edhe qytetarët Maqedonës nuk kanë ambicie, më vjen mirë që anketa e fundit tregon 70% që ka një ngritje, dikur ra në 61% para disa viteve. Mirë po, fakti që qytetarët Maqedonës masovikisht marrin pasaporta europiane nëpërmjet Bullgarisë, shqiptarët i vendosë në situatë dy fish të diskriminuar. Se tash, kur e ke pasaportën bullgare, i ke gjitha privilegjet. E ke shkollimin, e ke punësimin europian, e ke mundësin të hapish biznes në çdo qendër të BE-s. Shqiptarët nuk e kanë këtë privilegj. E tash, kur 300.000 marrin pasaporta, ata 300.000 vendosin cila parti politike do jetë në qeveri. Çfarë presioni ka ajo parti ta çon vendin në BE kur votuesit e vet janë në BE? Kanë marrë pasaporta bullgare. Ne nuk kemi. Qytetarët tanë janë të privuar nga mundësia të jetojnë jetë të dinjitetshme. Mirë po, nuk janë nga dje e as nga 2 vite më parë, zoti Osmani. Për qenë korrekt me publikun. Si pas prizmit tuaj, ku qëndron problemi? Sepse në paraqitjet tuaja publike keni deklaruar që kjo qeveri, ose kësaj përbërje qeveritar, nuk i shkon përshati hyrja në BE, për shkak që pasaj do të nënshtrohen monitorimit të përditshëm dhe nuk do të kenë hapësirë për keqpërdorime të natyrave të ndryshme. Megjithatë, tani nga kjo deklaratë, ku qëndron problemi të mos hyrja në BE, ose të prolongimi më të tjeshëm i këtij procesi, tek VMRO apo tek Vlen? Shif, gjithmonë shqiptarët kanë qenë ata të cilët e kanë bërë presionin kryesor. VMRO ka pas hezitimet e veta në vazhdimsi. VMRO në fakt asnjëherë nuk ka marrë ka qenë kundër edhe i ftesë për ndryshimin e emrit. Edhe LSDM brenda pavarësisht pozicionimeve të ndryshme në kohë kanë ato dilemat e tyre. Gjithmonë shqetësimi se shqiptarët do vazhdojnë me presionin ka qenë ajo që e ka ecë shtetin përpara. Pastaj komunitetin ndërkombëtar, gjithmonë shqiptarët i ka kultivuar si partner të cilët ruajnë drejtimin euroatlantik të vendit. Për herë të parë, ata e shohin që nuk ka më një telefon ku mund thirrish të shqiptarët edhe të kërkojsh ndihmë për rrugën euroatlantike. Shqiptarët e kanë humb atë peshë tani të shtytësit të rrugës euroatlantike. Dhe prandaj faji sa është e VMRO, edhe më shumë është e Vleni, se VMRO është konzistente në politikat e saj. Mirë po, VMRO kur është edhe faktori politik Maqedonës, kur është në presion të një faktori shqiptar i cili është i pa ekuivok në shtyrjen e procesit përpara, edhe ata natyrisht se do... Ju, zoti Osmani, jeni më të mirë që i njihni edhe marrëdhënien ndërkombëtare si funksionojnë për shkak të përvojës paraprake, po ku qëndron problemi? Sepse faktori ndërkombëtar dihet që vepron brenda vendit nuk ka preferenca partijake. Tani nëse faktori ndërkombëtar ka pas një derë hapur ose një urë komunikimi me BDI-n, pse kjo urë nuk vepron ose funksionon edhe me Vlenin? A Vleni refuzon thirrjet apo mungojnë thirrjet? Shkak mua vetë ambasadorët më thonë, ne jemi të habitur, si mundet një parti politike, elektorati i cilës ose një grup partish politike, elektorati i cilëve janë 100% për BE, nuk e ndihmojnë procesin e BE-s. Ju a them kështu fjalë për fjalë, ashtu si ma thonë ambasadorët evropian. Për ta është pa kuptim. Për shkak se Vleni aty është i defaktorizuar. Vleni nuk ka autonomi vendimmarrje në qeveri. Unë thash edhe diku tjetër, vendimet atje i merr kryeministri. Ata çdo ditë njëri për tjetrin shkojnë te kryeministri, ankohen, tregojnë se ky bën kështu, ky shkel ligjin atje, edhe kryeministri vet ka deklaruar diku se më shumë energji harxhoi duke i pajtuar këta liderët e partive në Vlen, se sa për të bërë ndonjë proces përpara. Kumtesat e tyre u shkruan ish deputeti i VMRO DPMNE-s, dhe ju e shiknin kumtesat e tyre është logjika jo shqiptare, është logjik jo maqedone, që edhe u shpreh edhe në atë përplasjen me Shqipërinë. Mirë, kush i shkruan kumtesat e BDI-s? I shkruajmë ne. Ne s'kemi as këshilltar të jashtëm kur i bie çështja e komunikimit, kryesisht ne, një grup njerëzish varësisht prej temave. Mirë po, dua të them që Vleni nuk ka peshë në qeveri. Një, për shkak se kanë hyrë pa mandat,
është i përzgjedhur i kryeministrit, se nuk dua të përsëritem më këto temat e legjitimitetit, po kur kryeministrit përzgjedh, ti s'kema hapësirë për të ngritë zërin ose për të vendosur mirë, po nga Vlen, zoti Osmani, ju i keni dëgjuar? Unë mendoj që në Vlen ka edhe dilema ideologjike sa i takon të ardhmës evropiane të vendit. Për brenda Vlenit, po këtë do ta diskutojmë pasaj në çfarë konteksti mendoni që ka këto dilema, po megjithatë, sa i përket mungesës së fuqisë politike të koalicionit Vlen në këtë përbërje qeveritare, ju mbase i keni dëgjuar edhe personalisht eksponentët, prononcimet e eksponentëve të koalicionit Vlen, të cilët thonë që pa mundsohet ose dobësohet më shumë fuqia jonë për të bërë presion ndaj VMRO-DPMNE-s derisa BDI qëndron pas derës së qeverisë. BDI asnjëherë nuk ka qëndruar pas dere. BDI ju e dini që në këtë qeveri e ka mandatin për qenë qeveri, për shkak se është fitues i vullnetit popullor. Qoftë në zgjedhje prezidenciale 2 javë përpara, ku ishte shumë qatë, qoftë në zgjedhje parlamentare pastaj, po me numër të deputetëve. Edhe për kundër kësaj, ne u kemi thonë atyre, dilni se kemi marrëveshjet nënshkruar për të ruajtur ne relevancën para komunitetit ndërkombëtar si popull, se jemi gardianët e vlerave euroatlantike, ne duhet të kemi peshë për të lëvizur proceset. Tash, a besoni ju që komuniteti ndërkombëtar nuk takohet më me ministra shqiptar, nuk takohet me politikanë shqiptar, me të partive politike në qeveri, se e din që është humbje kohe, nuk ka asnjë ndikim aty, po e gjithë relevanca jonë si popull këtu ka qenë për shkak se ne ishim gardianët. Ne ishim ata që e lëvizshim procesin majtas ose djathtas varësisht prej përcaktimeve. Edhe tash ajo peshë nuk është më. BDI-ja nuk ka ndejt mbrapa dere për të futur në qeveri në asnjë moment, po ju kemi thonë dilni edhe ju, edhe t'ju tregojmë se këto janë parimet në cilën ne mund të funksionojmë. Rruga europiane, marrëveshja e Ohrit, marrëveshjet me fqinjt edhe zhvillimi i vendit që pastaj u përkthyen në rezoluta dhe të kongresit. Sa i përket dilemave ideologjike që ngritet për sa i përket orientimit evropian, kush mendoni që ka? Unë mendoj që aty ka shumë njerëz që nuk e kuptojnë peshën, edhe e dyta që nuk e besojnë rrugën europiane të vendit. Nuk dua të hyj në emrat përveçshëm. Mirë, po vlerësoni parti politike brenda Vlenit. Vlerësoj që figurat kyçe në Vlen nuk besojnë, ata thellë në shpirt nuk besojnë në rrugën europiane të vendit, e kanë si retorik për shkak se është pjesë e diskursit normal pritjeve të qytetarëve, po atje nuk ka besim në BE, dhe e dyta edhe po të ketë, ata nuk kanë peshë për ta lëvizur procesin përpara. Çështjen e ndryshimeve kushtetuese e keni nxitur nga Kuvendi si ide që duhet të iniciohen ndryshimet kushtetuese dhe si kundërpërgjigje ndaj kësaj iniciative ishte edhe deklarata e kryeministrit të vendit, i cili tha që BDI është dashur të iniciojë ndryshime kushtetuese derisa ka qenë në qeveri. Po, është iniciuar ajo, qeveria e ka iniciuar, ka mbrim parlament, ka kaluar ajo faza e parë deri te votimi, po normalisht se pastaj nuk ka pasur votat mjaftueshme për shkak se VMRO-ja nuk e ka bllokuar procesin, por iniciativa për ndryshime kushtetuese ka filluar që në qeverinë e kaluar. Dhe këtu nuk ka dilemë në atë drejtim. Nuk është kjo një truk politik i BDI-s për, po vlerësimi jonë ishte se tashmë nuk ka asnjë argument. Fillimisht ne e dinim që kjo qeveri ishte një lojtar proksi i Orbanit. Orbani ishte sabotuesi kryesor i Bashkimit Evropian, e dini në çdo fronte. Orbani iku. Argumenti i dytë ishte se Bullgaria nuk ka qeveri stabile dhe nuk ke me kë bisedon atje. Tash Bullgaria ka qeveri stabile. Cilet janë më argumentet ose se BE-ja ka dilema ndaj zgjerimit? Si ka dilema kur Mali i Zi veçmë ka vendim për formimin e grupit punës për të përgatitur marrëveshjen finale të Malit Zi me Bashkimin Evropian. Ajo është traktati final për antarësim, që i bie se Mali i Zi 2028 bëhet antar. Shqipëria thon 2030. Tre argumentet kryesore tashmë nuk i ke. Cili është argumenti tash që nuk e vazhdojmë rrugën? A ka alternativë tjetër? Nuk ka alternativë tjetër, se alternativa është dështim total. Thash, te Maqedonët është pasojat janë fatale. Unë e përmenda diku tjetër, kur kryeministri
jep deklaratë se ne do presim dekada, unë jam i sigurt që në disa qarqe në Bullgari është festu. Se çdo ditë vonesë të antarësimit Maqedonisë në BE, një grup maqedonësh marrin pasaporta bullgare. Në moment kur të marrin pasaporta, ata nënshkruajnë se kanë vetdije bullgare. Pavarësisht që motivet mund të jenë ekonomike, mund të jenë praktike, atje ata nënshkruajnë. Dhe ajo është trashëgimi për brezat e asaj familje se dikush aty ka nënshkruajtur se kanë dëshmuar se kanë vetdije bullgare. Kjo është për çdo politik maqedone, nuk mund të jetë tradhti propozimi francez, ku parashifet që brenda një komisioni akademik është të diskutohet e kaluara në kushtet barabarta, a nuk qenë ka tradhti 300.000 njerëz të marrin pasaportat një shtetit, duke u nënshkruar se kanë vetdije bullgare. Mirë po, kjo është çështje problem i tyne. Po për mua, si një vrojtues objektiv, tradhti është çdo ditë vonesë. Të shqiptarët, për ne, orientimi euroatlantik është vizioni kryesor shekullor për cilën breza kanë punuar këtë drejtim. Dhe tash ku jemi përafruar në këtë vi, tash shqiptarët identifikohen me sabotuesit ose hezituesit e integrimit evropian që nuk kanë ndodhur asnjëherë. Prandaj edhe këtë iniciativë nuk du ta shoh si një iniciativë BDI-s, po momentum në cilën shqiptarët do ngritjen dhe do thonë nuk mundet më, boll ju duruam. Boll ju duruam, ajde tecim përpara në proces. Tani, derisa ju, zoti Osmani, paraqitni si kusht ose kushtim të vetmin opcion koalicioni vlen që mundet ta kushtozoj vëmoron është me dalje nga qeveria. Për 2 dekada pushtet BDI, a ka pasur situata tilla që ka kushtuar ndonjëherë partnerin qeverisës? Po, shif, mere situatën me NATO, për shembull. Gjithmonë kanë qenë faktori politik shqiptar ai i cili ka mbajt komunikimin me Greqinë, ka mbajt komunikimin me botën, me SBA-n për të gjetur një zgjidhje. Një përpjekje dështuar, 2 përpjekje dështuar, e treta derisa u krijuan kushtet. Këtu nuk ka përpjekje, këtu nuk ka luftë, nuk ka luftë politike, them për të thënë se nuk mund ti të thuash 2 dekada do presin. Del kryeministri i rehabiliton ata të 27 prill që kanë bërë akt terrorist në gjykata i ka verifikuar si ngjarje terroriste. Këta nuk dalin shprehin qëndrimin e vetë. Këtu është dallimi kryesor. Ose merreni çështjen e marrëveshjes Ohrit dhe rënimin total të asaj marrëveshje. Mirë, përsa i përket qeverisë teknike, shfuqizimi i qeverisë teknike ASB i kryeministrin shqiptar zotin Xhaferi? Jo, nuk kanë lidhje njëna me tjetrën. Problemi të qeverisë... Sepse historia e vendit e njeh zotin Xhaferi si kryeministër që ka shërbyer në qeverinë teknike. Kur shfuqizohet tani qeveria teknike? Pavarësisht, ai ka qenë kryeministër në atë periudhë në qeveri teknike. Po, legjitim i zgjedhur në parlament, ashtu që nuk ka korelacion këtu. Problemi të shfuqizimi është se është për herë të parë në historinë e këtij vendi që mirën vendime për procesin zgjedhor pa konsenzus. Nuk ka ndodhur edhe në kushtet polarizimit më të madh partijak që kodi zgjedhor ose cili do proces që lidhet me garantimin e barazisë zgjedhore është miratuar me mbivotim. Shifni grupet e punës, çdo shkronjë kodit zgjedhor gjithmonë ka qenë me unanimitet. Kjo arrogancë e kësaj qeverie për të hjek mekanizmin kryesor të barazisë, edhe pse për mua më pengon që ai mekanizëm është vetëm për partitë politike maqedone. Sikur vetëm ata kanë problem, nuk është gjithë përfshirës. Mirë po, mënyra e një anshme e ndryshimit të marrëveshjes Përzhinës, pastaj marrëveshja e Përzhinës ka qenë konsensus. Si mund ta prishish ti marrëveshjen e Përzhinës në mënyrë unanime? Ajo i bie që të hapish rrugën që me mbivotim nesër të rënosh gjithçka tjetër, edhe marrëveshje të tjera ndërkombëtare, saksiç edhe janë duke i bërë. Mirë, atëherë në paraqitjet tuaja të fundit, kur keni folur për çështjen e gjuhës, e keni cilësuar vendin tonë si shtet bilingual që ka 2 gjuhë zyrtare.
gjatë kohës që keni shërbyer si ministri i punëve të jashtme, ju zoti Osmani, në takimet tuaja që keni realizuar me homologët tuaj këtu në rajon Tazëm me zotin Dačić nga Serbia, në cilën gjuhë keni komunikuar? Varësisht në gjuhën që jemi marrë vesh, për shembull kryesisht në diplomaci përdoret anglishtja. Nëse e njeh gjuhën ose ai e njeh gjuhën tënde, komunikimi bëhet në gjuhën që njihet, me Shqipërinë, Kosovën, në Shqip, varësisht me gjuhën e komunikimit. Nuk janë ato indikator të dy gjuhësisë. Jo vetëm po flasim se mbas kësaj e shohim edhe se sa ka qenë në fakt në përdorim çështja e gjuhës shqipe. Dygjuhësia rregullohet në kushtetutë. Dygjuhësia rregullohet në ligj dhe dygjuhësia rregullohet në praktikë. Unë e marr një shembull. Them po ku ka simbolik më të mirë se sa vula e presidentit shtetit është në dy gjuhë. A e keni pa vulën e shtetit? Po, këto i nxjerrët edhe ju me fotografi. Vula e kryeministrit është në dy gjuhë. Çdo dokument sipas ligjit duhet jetë në dy gjuhë. Hyni në çdo institucion ndërkombëtar dhe pyetni cila gjuhë përdoret në Maqedoninë e Veriut, do ju thonë që është gjuha maqedonase dhe gjuha shqipe. Shteti është dy gjuhës dhe kjo ka qenë fryma e marrëveshjes së Ohrit. Barazia në çdo sferë. E kjo është ajo që ju ka penguar. Dhe prandaj është shpallur luftë gjuhës dhe nuk janë duke përdorur mjet për ta zhbë atë, për ta shndruar përsëri vendin, si ishte ajo Maqedonia përsëri e juja, që i bie Maqedonia përsëri një gjuhëshe ose ta rikthejnë monopolin etnik. Bile e poshtë dje një kumtesë të qeverisë edhe nuk reagoi kush, shteti Maqedonës, kumtesë zyrtare e qeverisë. Sipas marrëveshjes së Prespës dhe rendit kushtetues së vendit, mbiemri Maqedonas mund të përdoret vetëm për komunitetin Maqedonas, për gjuhën e tyre, kulturën e tyre, po jo për institucionet shtetërore. Dhe kur qeveria e quan shteti Maqedonas, i bie që është shteti i komunitetit Maqedonas duke përjashtuar të tjerët. Ky është plan. Kjo është strategji e cila është duke realizuar. Tash është gjetur porta ose golli, si themi ne, pa portier, janë duke realizuar. Problemi është, jo se kjo do zgjat shumë, se shqiptarët veç më janë ngritë në këmbë. Studentët, kur nisin studentët, dijeni që nuk ndalet më ajo punë. Problemi është çka bëjmë me vendimet e gjykatës kushtetuese, për cilët nuk ka më mekanizma për t'i kthyer. Dhe unë mendoj që aty e kanë shërbim. Ngelemi tek gjuha, zoti Osmani, sepse oponentët tuaj politik, edhe zoti Mexhidi, edhe zoti Ibrahimi, madje ky zoti Mexhidi ishte i fundit që reagoi mbi çështjen e gjuhës pas prononcimeve tuaja publike dhe tha që gjuha shqipe nuk ka qenë zyrtare asnjëherë në 20 vitet e fundit. Tani krijohet një kakafoni dhe një konfuzion tek shqiptarët e Maqedonisë, po dhe tek ata që janë përreth rajonit. Në njërin anë kemi opozitën shqiptare që ka qeverisur për 2 dekada, të cilët pra ju deklaroni kategorikisht që gjuhë zyrtare është edhe gjuha shqipe. Në anën tjetër, pra oponentët tuaj politik, gjithashtu lider shqiptar, politikan shqiptar, deklarojnë që gjuha shqipe nuk është zyrtare edhe nuk ka qenë asnjëherë. Në këtë vik, pra ka qenë edhe kryeministri i Kosovës, zoti Kurti. Qëndrimet e zotit Mexhidit nuk duhet t'i merrni serioze, se e dini ato publikimet e tij paraprakisht urime gjuha shqipe zyrtare, pastaj ato nuk janë indikator për të vlerësuar. Shihni, nëse nuk është gjuha shqipe zyrtare, pse VMRO deshti fizikisht ta ndalë në parlament miratimi? Ju kujtohet konflikti me Gruevski dhe zoti Xhaferi. Nëse nuk ishte zyrtare, pse Ivanovi nuk e nënshkroi? Po duheshte ta publikojmë në gazetë zyrtare me 2 nënshkrime të Talat Xhaferit, pa nënshkrimin e Ivanovit. Nëse nuk është zyrtare, pse VMRO DPMN dhe 14 iniciues tjerë nisën iniciativë në gjykatën kushtetuese? Nëse nuk është zyrtare, pse është gjithë ky sulm? T'ju them këtyve të vlenit, okejve nëse keni dëshirë mos jetë zyrtar, a mund mos ta prekni? Kështu si është? Pse duhet ta dëmtojmë nëse? Po ku është qëllimi? Atja i ka kërkuar VMRO DPMN, u ka thënë, dilni thoni se nuk është zyrtare, që kur të abrogohen ose kur të zhbëhet dygjuhësia në vend, rezistenca tjetë më e vogël.
se duhet krijohet konfuzion. Ata kanë marrë detyrë të krijohet ky konfuzion për cilën flitni ju. Që qytetari thot u zhbët gjuha, mirë, edhe nuk pas ka qenë, kjo është ideja. Ne gjuhën e kemi gjithçka, për mua gjuha është testi i lakmusit që na tregon se kush jemi ne në këtë vend. Dhe për atë gjuhë është bërë atë shumë përpjekje. Nëse mundën të avansojnë implementimin, le ta bëjnë. Nëse s'kan takat, nuk u azëm për të madhe mos implementimin. Besoni, nuk kanë fuqi për të vazhduar implementimin, do vjen dita kur do vinë dikush tjetër që din. Mos e ta kthejmë procesin prapa. Një shkronjë në atë ligj është negociuar me mujë të tërë dhe është pjesë e balansit serioz i cili është arritur. E mora shembullin diku tjetër kur kemi negociu për çështjen e inspektoratit. Pala Macedone tash që negocionim, do thonë pse të keni ju inspektorat, ne insistonim të ketë edhe agjenci edhe inspektorat. Pse të ketë inspektorat kur nuk ka inspektorat për gjuhën maqedonase? Ne thonim se nuk ju besojmë vullnetit politikës, institucioneve, nesër kur do vjen një situatë ja si erdhi kjo sot, do fillojnë mos ta implementojnë. Edhe e vendosëm inspektorat që ishte në një mënyrë një sui generis zgjidhje që inspektorat për gjuhë, ku inspektor shkojnë edhe dënojnë me gjoba ata të cilët nuk e përdorin gjuhë. Po qenë korrekt vetëm në teori ka qenë kështu, deklarativisht edhe dokumentuar, sepse në teren gjobat kanë munguar. Ja unë tregoj. Domethënë fillimisht ajo është proces. U themelua, u punësuan njerëzit, një vjet u trajnuan, pastaj morën licencat. Faza e parë ishte faza e edukimit institucioneve. Ata shkonin në për ministri, në për institucione, i kontrollonin, u hipnin vërejtje me shkrim, por nuk i dënonin herë të parë se ende edhe institucionet krijonin kapacitete. Ministria e jashtme duhet në ndërkohë të themelon sektorin për gjuhë, të angazhon njerëz, çdo dokument të jetë në 2 gjuhë, edhe atë ne kemi insistuar të jetë me një faqe, jo të ketë 2 dokumente që pastaj të humbet verzioni në shqip. Po me një faqe, me një nënshkrim të jenë në 2 kolona gjuha maqedone dhe gjuha shqipe. Cili ishte vendimi i kësaj qeverie, cilën institucionet atakuan të parin? Inspektoratin. Për shkak se e dinin ata se aty është fuqia e ligjit. Domethënë në një i dhanë detyrë gjykatës kushtetuese për ta abroguar dhe në 2 shkuan te mekanizmi kryesor që e mbron inspektoratin. Ky domethënë ishte sulmi i përgatitur mirë që nga gjitha anët sulmohet gjuha, përveç që mungesës vullnetit që sot nuk e keni më as në për logo, as në për dokumenta, ja e pata ditë komunikimin, kryetari i parlamentit shqiptar, me zëdhënës ministrin komunikon vetëm një në maqedonisht, për shkak se thash kjo është ajo logjik këtu dhe dua ndoshta përsëritem, po sinqerisht te çështja e gjuhës nuk flas si BDI. Nuk ka temë të rëndësishme. Jo se për këtë ligj jeni angazhuar edhe ju në vitin 2018, pastaj për vitin 2019 nuk ka temë të rëndësishme se për ne si popull. Po ky ligj, zoti Osmani, pra ligji për përdorimin e gjuhëve, tani u paraqit rreziku me ndryshimin e pushtetit apo ka qenë vazhdimisht në rrezik, sepse ekzistojnë pra të dhëna që dëshmojnë se ligji, pra me ato nene që janë diskutabile dhe antikushtetuese sipas gjykatës kushtetuese kanë ekzistuar edhe më herët, por ky ligj është vendosur në sirtar të gjykatës kushtetuese. Është çështja e interpretimit se a te i kalon ndonjë fjali aty kushtetutën apo nuk te i kalon. Çështja e gjuhës, çështja e marrëveshjes së Ohrit, nuk janë këto dokumente legalo-administrative vetëm. Këto janë marrëveshje historike, këto janë beslidhje. Kjo është dhënje e dorës ndërmjet 2 popujve në një moment të caktuar historik, në një udhkryq historik, ku 2 popuj ulen edhe miren vesh për të jetuar bashkë me një shtëpi. Kjo ka qenë tema kryesore e asaj marrëveshje. Barazia gjuhësore, barazia institucionale dhe barazia vendimmarrëse e shqiptarëve këtu me një status të veçantë të popullit shtetformues. Nuk mundet marrëveshja e Ohrit të shihet nga prizmi i avokatëve, të cilët do matin tash kjo fjalë është me këtë nend kushtetutës ose jo. Marrëveshja e Ohrit është negociuar diku tjetër, është nënshkruar diku tjetër, është garantuar diku tjetër dhe si e tillë duhet të shihet. Mirë po, këtu nuk është qëllimi i jo kushtetueshmërisë. Këtu është qëllimi i pengim që atyre ju pengon koncepti i 2 gjuhësisë si model.
i shtetformësisë së shqiptarëve. Kur Edi Rama dha një deklaratë, tha shqiptarët janë popull shtetformues. Nuk e di e keni ndjekur mediat maqedone, të nxitura nga ato qendra politiko-policore. Në shqetësimi madh se po prishet rendi kushtetues dhe jashtë shqiptarët që kanë popull shtetformues. Ata e din shumë mirë që marrëveshja e Ohrit i ka bërë shqiptarët popull shtetformues. Po këtu ka nis një proces i revizionizmit politik duke vlerësuar se është momentum. Mirë, zoti Osman. Kanë gjetë një pëlqim në Prishtinë përkohësisht, thash bota e defokusuar, porta pa portier, këta të konsoliduar edhe mendojnë që do i japim sulmin përfundimtar të marrëveshjes së Ohrit. Ku figuron, zoti Osmani, përpos që ka thënë për atë deklaratë zoti Rama, e keni thënë edhe ju shpeshherë, ku figuron fakti që shqiptarët janë popull shtetformues në Maqedoninë e Veriut? Po cili popull ka gjuhë zyrtare? Ka popull i shtetformues. Cili popull ka të shumicë të dyfisht të vetos? Populli shtetformues. Dhe këto janë elementet e popullit shtetformues. Se shqiptarët janë popull shtetformues. Shifni, me kushtetutën e Ose të marrim shembuj tjerë. Ta zëm që nesër koalicioni vlen sipas jush vetëdijsohet dhe vendos të heqë dorë nga kjo përbërje qeveritare. Duke marrë për bazë edhe numrat që e përbëjnë këtë qeveri, pra kemi një shumicë prej 78 deputetësh. Ta zëm që 14 deputetë të koalicionit vlen dalin dhe qeveria vazhdon me punë, akoma është stabile. Çfarë ndodh në atë situatë? Që prandaj thash, beslidhja që e quajmë ne marrëveshje e Ohrit nuk është çështje matematikash, edhe nuk është çështje e kornizave juridiko-ligjore administrative. Është marrëveshje politike. A jetojmë bashkë, a nuk jetojmë bashkë. Nëse jetojmë bashkë, jetojmë si të barabartë. Le të provojnë, le të bëjnë qeveri pa parti politike shqiptare. Edhe kjo me vlenin është e ngjajshme, përderisa janë të përzgjedhurit e partisë politike maqedone. Dhe prandaj është e paqëndrueshme dhe do jetë e paqëndrueshme. Por mos i shihni këto çështje mbi prizmin mbi prizmin administrativo-legal dhe të aritmetik. Këtu ka të bëjë me marrëveshjen historike, a jetojmë bashkë dhe si jetojmë bashkë. Prandaj kjo qeveri është aq e papërgjithshme që ka nis këto të hap këto plagë të vjetra dhe uluni sot në çdo tavolinë temat që ishin tabu deri para disa viteve, në çdo tavolinë të rritë shqiptar, intelektualet shqiptar, të cilët nuk e kanë më atë bagazhin e sistemit jugoslav, janë rritur dhe janë ndërtuar me vetbesim edhe individual edhe kolektiv, edhe ata nuk njën për Mickovskin, as për Vlenin, as për asgjë tjetër, kur ju preket digniteti kombëtar. Dhe shifeni çka folin ata. Ata thonë nëse duam kështu, nëse jo, hajde tulemi të shohim çka si vazhdojmë më tutje. Edhe kjo ka qenë qëllimi jonë, të krijojmë një gjenerat që ka vetbesim, jo kjo gjenerat që është në qeveri që nuk mundet një kumtes ta shkruan pa lejen e VMRO DPMNE-s. Megjithatë, për këta që po flisni ju, zoti Ademi nga këtu ka deklaruar që edhe këta janë prodhim i BDI-s. Prodhim i BDI-s. Ndoshta do kisha thënë përjashtimi i BDI-s, jo prodhim i BDI-s. Po zoti Ademi ka thënë prodhim, tani ju po thoni përjashtim. Sot secili proces kur prodhon ka edhe mbetje kolaterale. Kështu që të ndalemi tek ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Koalicioni Vlen e ka kurorzuar si arritje të madhe historike. Atë që nuk e ka bë zoti Fetaj, ka thënë këtu që atë që nuk e ka bërë BDI për 2 dekada, ne arritëm ta materializojmë për 2 vite. Nga një mekanizëm sot verek në një ligj që rregullon çështjen e përfaqësimit drejtë dhe adekuat. Këto deklarata janë ofendimi i inteligjencës njerëzve. Këta e kanë mendojnë se duke përsëritur 10 herë një gënjeshtër, ajo do fillon të zë rrënjë. Domethënë, nuk ka ligj më të dëmshëm se ky është i quajtur ligj për përfaqësim drejt. Ke pasur ligje ku mund t'i komentojsh a janë efektiv, si janë efektiv. Ky ligj duhet ndalohet, fizikisht duhet ndalohet, me çdo kush nëse pak kemi edhe pak dinjitet për të mbrojtur barazin institucionale, kolektive, këtu si popull, ky ligj nuk guxon të kalon. A dini çfarë deformimi të shkronjës dhe frymës marrëveshjes së Ohrit bën ky ligj? Ta vendos meritokracinë para përkatësisë etnike,
duke u ashitur ndërkombëtarëve se meritokracia, apo edhe ju, edhe juve, po t'ju them që meritokracia duhet t'jetë e para, se cili, po ne që e kemi jetuar atë meritokracinë e rrënjshme, e dim që me atë meritokraci shqiptarët janë përjashtuar. Në klinikën time, para marrëveshjes sorit ka pas 0 shqiptar. Pse s'ka pasur shqiptar që e kanë merituar t'jenë atje? Po, me meritokracinë jugoslave, shqiptarët i kanë lënë jashtë. Tash kjo është kthy. Meritokracia jugoslave si koncept. Edhe e dyta, një mekanizëm i cili ishte obligativo ligjor, softverik, që s'ka aty vullnet të politikës ose të partisë, softveri e përcakton, e ndrojnë me trup koordinues që udhëheq një prej nënkryetarëve të qeverisë dhe një herë në vit i sheh raportet. Po pak ai që ka punu me institucione e di që ma punë kot se trupat koordinues në qeveri nuk ka. S'ka, unë nuk kam shkuar në ato trup se ka 500 trupa koordinues. Nuk ke shku fare se aty është muhabet është aty. S'ka aty vendim. Nuk ka vull. Zëvendës kryeministri Sali kur u pyet se kush garanton zbatimin e këtij ligjit, përgjigjja e tij ishte ne garantojmë. Ajo ishte shumë përgjigje e mirë. Mu më pëlqej se njerëzit e dinë se çka garantojnë ata, edhe me atë përgjigje ai e shpjegoi më së miri ligjin. Domethënë nuk ka mekanizëm që nuk e mbron shteti, nuk e mbron ligji, nuk e mbron institucioni, nuk e mbron softveri, e mbrojnë ata prej te partia. Edhe kjo është e qartë pse ky ligj nuk guxon të kaloj. Nuk flas këtu nga përsëritem nga prizmi i BD-s, po e njoh këtë punë shumë mirë çështën e përfaqësimit drejt. Edhe ju them se nuk ka dëm më të madh që mund t'i bëhet barazis në vend me miratimin e këtij. Mirë, se jemi nga fundi. Po edhe u miratua. Kjo do të jetë puna e parë që do shfuqizohet në moment që do ndryshohen rrethonat. Nëse pra vlerësoni që nëse ndodh ai skenar, pra nuk do të jetë gjatë ky ligj. Ai ligj duhet të shkyhet publikisht, pse është i dëmshëm. Nuk ka problem që Komisioni i Venecias e quan të jo efektiv. Komisioni i Venecias sot është ligj i kot. S'ka. Pa masa ndryshuar. Ama Komisioni i Venecias e shen nga prizmi i vet. Nga prizmi jon është shumë ekstremisht i dëmshëm dhe duhet fizikisht të shkyhet si letër edhe të pengohet në parlament. Po nëse eventualisht me këtë arogancë ata e kalojnë, dita e parë që do ndryshojnë rrethona dhe shqiptarët do kthehen, do kenë ndikim në këtë vend, ai ligj do duhet të anulohet menjëherë. Çështja e regjistrimit të popullsisë në vitin 2031 është paralajmëruar që diaspora do të përjashtohet nga procesi i regjistrimit. Domethënë, kjo strategji që është duke u realizuar është e shkruar diku. Ka një qëllim. Ta zhbëj barazin, ta zhbëj konceptin e dy popujve që bashku udhëheqin shtetin. Po populli Maqedonas dhe pakicat tjera. Dhe ky dokument, kjo strategji i ka pikat e veta. E ka gjuhën, e ka përfaqësimin e drejtë, e ka edhe diasporën. Prandaj diaspora është ata çfarë bën? Punën e parë që e bën ishin e hoqën diasporën prej përcaktimit të fondeve për komunat. Për shembull, ose edhe punësimeve. Pas regjistrimit fundit, punësimet llogariteshin në 24.5% shqiptar. Me njëherë ne e ndryshuam formulën në balansues edhe u bën 29.5. Sa ka dalë numri total? Punën e parë që bën e hoqën, po edhe Ministria e Finansave. Po se për të balancuesi këtu vetëm një detaj se edhe juve ju akuzojnë shumë që keni dhënë mendim pozitiv për shfuqizimin e këtij. Jo, ajo është lajm i rrem, edhe mirë që më pyet, është lajm i rrem për shkak se Ministria e Jashtme nuk jep mendim për balansuesin. Ajo strategji gjithëpërfshirëse e administratës dhe Ministria e Jashtme jep mendim vetëm për paragrafin e harmonizimit me direktivat e Bashkimit Evropian e kështu me radhë. Nuk jep mendim Ministria e Jashtme për balansuesin. Unë tregova gjatë qeverisjes, LSDM një herë ka iniciuar kërkesë për ndryshim balansuesit, edhe ka kërkuar prej nesh a lejojmë ne që balansuesi, pse tash balansuesi jo për çdo institucion. Nëse i ka edhe 20 punësuar, kur ishte balansuesi, para se ta hekin këta. Nëse ka 20 punësuar, 29% duhet jenë shqiptar, Maqedonash, kaç, turk. Ata kërkuan mund ta ngrisim në nivel sektori. Për shembull, në shëndetësi mos tjetë në çdo klinik, po tjetë në nivel të shëndetësisë. Ne nuk e lejuam.
Prandaj ne nuk e lejuam ta zgjerojmë balansusin në nivel sektori, se kishim frikë se nëse e bëjmë në nivel sektori, ata do llogaritin Tetovën, Dibrën, Strugën, edhe pastaj do thonë ja u bën 29%, kurse këtu në Shkup do mbetet ndryshe. Ne kemi insistuar dhe ashtu ka qenë balansuar. Po, sepse, zoti Osmani, ju keni qenë me gjithatë faktori jetëgjatësisë së asaj qeverie, pa juve qeveria do të binte. Numrat kanë qenë të atësaj natyre. Nuk është vetëm të... Mirë po dhe ky ka qenë realitet që ju ka dhënë fuqi politike për të kundërshtuar edhe propozimet e kësaj natyre. Po, mirë po, nuk është krejt të numrat. Është të ajo, a keni fillimisht mandat prej popullit. Kur ke mandat prej popullit, kur je në qeveri për shkak se ke mandat prej popullit, ty nuk t'intereson çka mendon partneri i koalicionit. Ti ke qëndrimet e tuja, ke marrë programin, a e keni lexuar ju programin e Vlenit para zgjedhor? Po. A është realizu diçka prej atij programit? A është ngrit në një çështje? Gjithçka është në kundërshtim për shkak se ai program ka shkuar atje pa mandat. Edhe ai nuk e merr parasysh. Unë jam i sigurt që edhe mbledhjet qeverisë ata e hapin programin e VMRO-s për t'i pasë deri ku janë me realizimin e premtimeve. Këtu është problemi. Megjithatë, sepse jemi në minutat e fundit, kur folëm për ligjin për përfaqësim drejt dhe adekuat, këtë kemi diskutuar edhe me personin që ka qenë i angazhuar, pra zoti Fetaj, dhe kur e kemi pyetur për çështjen e mungesës së identifikimit etnik, pra si mund të paramendohet përfaqësimi drejt dhe adekuat nëse në njëjtën kohë përkatësia etnike nuk është obligative, po sipas vullnetit të lirë. Zoti Fetaj ka arsyetu këtë mungesë ose këtë zbrastir në ligj si pasojë e vendimit të gjykatës kushtetuese. E dëgjova dje deputetën e Vlenit, nëse e keni dëgjuar dhe ju, zonën Mimoza Musa pa. Se kinse qytetarët në letër njoftim pas kanë shkronjë të veçantë varësisht e janë shqiptarë, janë maqedonët. Domethënë çfarë mosnjohje bazike. Ato numra janë numra serial të kompanisë në Gjermani, kur i bën dokumente 2 gjuhëse, 3 gjuhëse, varësisht se në sa gjuhë është dokumenti, ata i ndajnë në kuti, edhe kutit i regjistrojnë me një numër serial. Pa jo nuk do me thonë se gjithë ata shqiptar janë vetëm ata që kanë dokument 2 gjuhësh. Ka shumë që nuk e kanë marrë dokumentin 2 gjuhës. Prandaj ajo është mosnjohje bazike. Dhe vim të tema kryesore. Gjykata kushtetuese kur e ka hjek balansusin, e ka shtu një fjali që është arkivoli i marrëveshjes së Ohrit. Thot, institucionet nuk kanë të drejtë të identifikojnë qytetarët mbi përkatësinë e tyre etnike. E gjithë marrëveshja e Ohrit është e varur te kjo fjali, te përkatësia etnike. Badenteri është në bazë përkatësisë etnike të deputetëve. Balansusi në bazë përkatësisë etnike. Flamuri është 50% në bazë përkatësisë etnike. Gjuha 20%. Domethënë çdo e drejtë, punësimi është njësoj. Çdo e drejtë që del prej marrëveshjes së Ohrit, del prej numrit të komuniteteve. Kur ta hjek ta ndalon që institucioni, ne na shndron në Jugoslav të gjithëve. Ne na shndron në Macedonas Verior. Domethënë kjo fjali e gjykatës kushtetuese mund ta çujë edhe një herë arkivolin e marrëveshjes. Mirë, ky por kufizim për të dëgjuar zoti Osmani, mirë, po kjo përpjekje nuk ka filluar me qeverinë Vlen, sepse gjykata kushtetuese për këtë arkivolin e marrëveshjes së Ohrit, një gjë të tillë gjykata kushtetuese ka bërë edhe në 5 korrekt vitit 2023 kur zoti Lloga, ish ministri i drejtësisë, ka dërguar që përkatësia etnike të identifikohet në certifikatat e lindjes. Qysh atëherë ka filluar? Gjykata kushtetuese e ka abrogu rregulloren për që në letër njoftim të shkruan përkatësia edhe në certifikatat e lindjes. Po nuk ka ndalu institucioneve të identifikojnë qytetarët. Me këtë vendim gjykatës kushtetuese, parlamenti nuk ka drejt të pyet deputetët a jeni shqiptar a nuk janë. Nëse nuk e di kush është shqiptar, kush është maqedonas, si ke badenter, si ke shumicë dyfisht, ose çdo e drejtë, si e përcakton ku duhet ta përdorish flamurin zyrtar, nëse nuk ke drejt të identifikosh qytetarët mbi përkatësinë etnike. Prandaj them, kjo është e mirë menduar. Problemi është që ne si shqiptar, në këtë inatet partijako politike, në këtë urrejtje që është krijuar, nuk jemi duke pa çka është duke ndodhur. Është duke ndodhur një agresion i papar politik ndaj statusit ton këtu si popull. Dhe prandaj kërkesa ime është, ata që na dëgjojnë,
nuk po kërkoj mbështetje si BDI dhe se do vjen koha kur do e kërkojmë mbështetje. Kërkoj të mobilizohemi, t'ju bashkangjitemi studentëve, ja nëse nuk ka një iniciativë tjetër, ja nuk duam BDI-s t'i bashkangjitemi mos po e keq përdor për poena politik. T'ju bashkangjitemi studentëve, mediave ose kujdo që do nis një front rezistence për ta ndalë këtë plan i cili do e paguajmë me gjenerata dhe gjeneratat e reja do na pyesin ku ishim ne atëherë kur na u mor ky status, përderisa një gjenerat para nesh dha edhe jetën e vet për të na krijuar atë status. Dhe këtë përgjigje ne secili prej nesh individualisht do duhet të përgjigjemi fëmijëve tonë, nipave tonë se çka kemi bë. Edhe ju si gazetar, edhe unë si politikan, edhe si mjek, edhe secili tjetër, se ne jemi tash nën agresion dhe ne duhet t'i përgjigjemi atij agresioni. Sa i përket sepse jemi krejt në minutat e fundit, zoti Osmani, ndryshimeve në kodin zgjedhor. VMRO DPMN ka propozuar idenë për një njësi zgjedhore, koalicioni vlen 3 njësi zgjedhore, Aleanca për shqiptarët dikun 8 njësi zgjedhore, ku qëndron BDI-ja në këtë mes? Ne kemi shprehë dhe ne jemi edhe për një nëse pragu është 5%. Pa prag, ne nuk pranojmë ndryshim të edhe listat hapura. Kjo ka qenë propozimi jonë në takimet që janë bërë dikur. Tash janë anulu këto takimet për shkak se LSDM-ja ka lëshu takimin për shkak qeverisë teknike. Mirë po, në parim, me prag 5%, me listat hapura, edhe varianti një njësi nuk është problem. Si po shkon puna në opozit? Është e vështirë, jeni adaptuar? Shif, ne jemi, unë njerëzve, këtu a them edhe aktivistëve të cilët i takojnë. Ka njerëz të cilët thonë, unë nuk merrem me politikë, unë shoh punët e mia, shoh biznesin, është shumë kollaj të merresh me punët e tua. Është vështirë të ndash pak prej rahatisë tënde dhe prej komoditetit për një interes kolektiv, të mahallës, të fshatit, të qytetit, të kombit. Të jesh aktivist politik ose të jesh politikan, do të thotë të prishish pak komoditetin e jetës për një të mirë të përgjithshme. A e bën atë në opozit, a e bën atë derisa je në qeveri, ne që kemi vendos të merremi me politikë, kemi vendos të ndajmë një pjesë të kohës tonë në shërbim të një interesit përbashkët. Dikush merret me OJC, dikush me organizata humanitare, dikush rregullon rrugën e përbashkët, se është më kollaj të merresh vetëm me punët e tua. Nuk dua të hyj në këto tema, po desha të them që në opozit ose jo në opozit, ne u shërbejmë njerëzve. Zgjedhjet e parakoshme me që jeni në opozit, natyrisht që për juve do t'jenë të favorshme, po përdalje nga gjithë kjo krizë dhe nga kjo situatë që ju po alarmoni, zoti Osmani, cila janë zgjedhjet e parakoshme apo në realitet nëse plotëson këto kërkesa? Çdo formë që do e ndërpret këtë agresion duhet bëhet. Zgjedhjet do ishin varianti më demokratik dhe më i mirë. Mirë po ne tash kemi nevojë për një front të rezistencës këtu për te linjave partijake. Për te linjave partijake, bile nuk do doja ndoshta ta përkufizoj edhe në linja etnike, për shkak se dëgjoj shumë Maqedonas kohëve të fundit, të cilët reagojnë për provokimin që u bëhet shqiptarëve me marrëveshjen e Ohrit, por edhe bllokimin evropian. Po nuk e ndalëm, besoni që do jetë vonë, po preki gjykata kushtetuese gjuhën, po vazhduan këto me këtë degradim, do jetë shumë vonë çka do që të bëjmë pastaj. Do jetë e pakorrigjueshme. Tash është koha të lëm pak prej interesave partijake politike, të bëhemi bashkë, t'ju japim mesazhin mos prekni varret e vjetra, se keni duke prek në dinjitet një populli. Njeriu gjithçka të falë, përveç kur të prekish në dinjitet. E ne si popull jemi duke u prek në plagën më të dhimbshme dinjitetin ton, për cilën i cili është ushqyer me gjak, me djesë e me gjenerata. Mirë, zoti Osmani, ne këtu e përfundojmë. Faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit e ju. Faleminderit shikues nderuar për vëmendjen dhe deri në takimet tona të radhës me Beqë.